korruptume, pa punë, pa performancë, është dështimi më i madh i policisë të Kosovës. Tash, pse është problemi jonë në krejt politik bardhën tonë, është që na kena vendosur gishtin në dy pika. Vazhdimisht flasim për gjykatën e cila punon dhe prokurorinë e cila punon. Nuk po do mi amnistu, kam probleme shumë të mëdha. Prokuroria duhet me qenë lider i hetimit. Mirë po, kjo nuk i amneston mekanizmat e tjerë të cilët janë nër prokurorinë, të cilët do duhet me qenë shumë profesional për me kry punën e vet. Cilat mekanizma të tjerë? Po janë nisur prej policisë të Kosovës. Njësia më e dështuar në krejt themelimin e policisë të Kosovës është njësia e krimeve ekonomike. Vazhdon me qenë. Gjithë folët për një njësi të krimeve ekonomike të korruptume edhe vazhdon. Korruptume, pa punë, pa performancë, është dështimi më i madh i policisë të Kosovës. Edhe pse na e kena policinë më të besueshme në krejt rajonin, policia e Kosovës e ka njësinë, kisha me thonë, më të keqe të krimeve ekonomike. E ka më të keqe edhe se sa Shqipnia, për shkak se Shqipnia me spakun ka bë reforma më të mira dhe mërimi kry punën e vet. Pra, çdo e kemi problemin esencial. Nëse në polici, në çaderën e parë që duhet me hetu krimin ekonomik, kriminalitetin ekonomik, na kena dështim, kena pas kapje të politikës dhe njerëzit ende nuk janë pastru, nuk janë vetu njerëzit që punojnë një pjesë në këto njësi, atëherë na kena me pas probleme në integritet dhe në hetim të korrupsionit. Administrata tatimore, problem shumë i madh. Dogana e Kosovës, problem shumë i madh. Për aftësi hetuese edhe për aftësi për me hetu korrupsionin. Inteligjenca financiare. Mekanizmi i cili është prit që ka mu fuqizu në maksimum prej qeverisë Kurti, 3 vjet është lënë pa drejtar dhe janë lënë, çu më thon, si për gjyna, hala nuk e din çu i kanë zyrët tamam. Pra, mekanizmi i cili është dashur me njek parët e krimit të organizuar, me pas secilin transakcion, me njek parët e korrupsionit është meti pa fuqizum. Kush na u kanë botash, kush i ka zëvendësu krejt çdo mekanizma, na i kanë zëvendësu ministrat. Ministrat kanë dalë në publik dhe kanë thonë, unë e gjeta aferën e korrupsionit, çepja çej prokurorit dhe u kry puna. Nuk hetohet korrupsioni kështu. Korrupsioni hetohet u pas mekanizmat e inteligjencës, mekanizmat që të analizojnë, të cilët bëjnë masat më shefta, edhe e nxojnë korrupsionin hala pa u bë. Kush janë tjera tash, që hala sistematikisht kanë probleme esenciale, inspektoriatet. Nuk është sekret që ti me dalë në Prishtinë, qendër Prishtinës, me pini kafe, ti e kupton se sa është i nalt niveli i korrupsionit te inspektoriatet. Pra ti mundesh me pi duhan në secilën kafeteri dhe inspektori nuk vjen, dhe kjo ka një kosto gjithmonë, për shkak se dikush do të më paguajë që inspektori më ndaj nxyrë mos më dalë tjetër, nuk vjen fatura fiskale në atë vend për shkak se inspektori i ATK-s prap nuk ka ardhur aty dhe kualiteti i ushqimit mund të qenë prap problematik dhe i dot për shkak se për vend punishte të pa rregulla, vend punishte të pa rregulla e tjerë. Tash, pse po e them këto? Struktura e ndërtimit të institucioneve të Kosovës është shumë komplekse dhe njerëzit shpesh i injorojnë të institucionet, thonë, hajtë se prej jamnit s'puna dokut shumë i madh. Për shembull, kena Ministrinë e Ambientit. Krejt njerëz mendojnë që kjo Ministria e Ambientit është dashur më marrë me pëllzem, gjelbrim dhe çështje elemente të tjera. Por njëra prej ministrive cila ka probleme shumë të mëdha të korrupsionit, të cilat nuk lidhen me gjelbrimin, as me pyllëzimin, po lidhen me lejet e ndërtimit. Ne kemi marrë lejet e ndërtimit dhe kemi dërgu, komuna është faza e parë, është apeli. Pra nëse ti nuk mundesh me marrë lejen për me ndërtu një banesë 24 në komunë, gjithmonë shkon në ministri.